Krizën që po përjetojnë universitetet në dekadën e fundit dhe për t'u përshtatur më mirë kërkesave të tregut të punës, Universiteti i Shkodrës ka vendosur t'i përgjigjet me një ristrukturim të thellë të programeve të studimit. Brenda këtij muaji pritet që të konfirmohen 14 programe të reja, mes të cilave 5 janë të riorganizuara nga e para prej departamenteve përkatëse. Rektori Toni Nxure e sheh si një hap pozitiv dhe që do t'i afrojë më shumë studentët nga Veriu dhe Troje Shqifolse me Universitetin Luiç Gurakuqi. Ajo që është rëndësishme për këtë vit akademik është, pra për vitin 2025-2026, është që ne besoj deri nga fundi muajit, krahas 68 programeve studimit që ne kemi në dispozicion në të 3 ciklet, bachelor, master i shkencave, master profesional dhe studimit e doktoratës, ka shumë rëndësi dhe kjo, pra që UNISHKU ka dhe studimit e ciklit 3, ne jemi në pritje të konfirmimit edhe për 14 programe të reja. Natyrisht, Ministria e Arsimit bën miratimin final të fazës së parë të këtyre programeve, por 5 programe do jenë në riorganizim, që besoj do miraton nga Ministria, disa programe të tjera do jenë të ciklit 2, siç është marketing inovativ, kemi shumë shpresë për infermieri klinike, dhe që është një program shumë i mirë për GIS-in apo për studimet në territorin. Natyrisht janë 2 programe që janë tek Fakulteti i Shkencave Shoqërore dhe tek Fakulteti i Drejtësisë. 68 programe studimi në ciklet bachelor, master dhe doktoratur janë aktive në Universitetin e Shkodrës, që me marrjen e detyrës dhe si pjesë të programit të tij, rektori Xhuraj ka patur si pikë të fortë reformimin e degëve të studimit, me qëllim që ato të jenë më pranë kërkesës që ka tregu i punës dhe sfidat e kohës.